Hetuesit kanë tashmë një pistë se si mund të zbardhin atentatin në Lundër, ku nga breshëria e plumbave u plagosën 2 djemtë pronarit të kompanisë Pelikani Security, përkatësisht 11 dhe 17 vjeç, shoferi i familjes dhe një shok i djemve 19 vjeç. Grupi hetimor ka gjetur disa sende mbi një gardh metalik shumë pranë vendit ku u bë atentati, ku dhe dyshohet se autorët kanë qëndruar për disa orë në pritje të mjetit ku ndodheshin fëmijët dhe shoferi. Në këto sende hetuesit kanë zbuluar edhe kampiona DNA-je që do të futen në databazë për të parë nëse ka përputhje me ndonjë person tjetër që është vënë në pranga ose që është skeduar më parë. Teksa kanë qenë në vendin e ngjarjes, hetuesit kanë kryer edhe disa eksperimente hetimore për të zbuluar itinerarin e përshkruar nga autorët. Autorët dyshohet se kanë ndjekur mjetin tip G-klas ku po udhëtonin Aren Stafa, 34 vjeç, Kian Mullaj, 19 vjeç, Marko Bardhi Demiraj, 17 vjeç dhe Dior Demiraj, 11 vjeç. Të katërt po ktheheshin nga festa e ditëlindjes së 11 vjeçarit që e festuan në pjesë të Durrësit. Autorët dyshohet se janë nisur, kanë kaluar përmes Vishnjës, Picallës, Saukut, Mjullës, liçenit të Farkës dhe rrugës Agallarëve. Nga aty kanë dalë në vendin e ngjarjes. Pas plagosjes së 4 fish, 2 atentatorët armatosur me 2 kalashnikov dhe me motorin e përdorur për atentatin udhëtuan deri në fshatin Fikas Elbasan, ku braktisën motomjetin e më pas u zhdukën pa gjurmë.